me këtë ndeshje dhe me këtë ngol Mbappés. Mbappé shkon rrugës drejt shpalljes së futbollistit më të mirë të botës. Me këtë lojë që po e zhvillon këtu, edhe me këto gola që po i shënon. Domethënë hap rrugën drejt titullit të futbollistit më të mirë. E sidomos nëse Franca e na po supozojmë të gjithë këtu që del kampion sepse po lun shumë sigurt me këta futbollist, nuk ka përfaqësuese që ka 3 futbollistë më të mirë të botës, 4. Çfarë i ka Franca? 3-4 i ka më të mirë në botë. Olise, Dembele, Mbappé janë vërtet kalibrit botnor. Edhe në anën tjetër... Prof, po në aspektin ekipor nuk që ka pas një sukses Mbappé. E kemi figurën kryesore, njeriun i cili po vendos ndeshin në kampionat botror për Francën. Po që nusë i Spanjës është lërik. Qysh s'ka pas nëjë sukses? S'ka fitu titull kampion, s'ka fitu ligën e kampionëve. Ja edhe ata shokët e vetë, kjo e ka kry punën e vetë. Po s'ka fitu nëjë trofej me Realin. Po kjo s'ka mujt me dhonë golla sa i ka marrë Real i knena. Po tash. Kjo dojnë këtë shenus. E determinon punën e elitarit më të mirë në botë. Ja, kampionati botnor, lërik më falë, po. Sipas në rrugën çfarë po shkon, është në kampionat botror. Domethënë Franca nëse bëhet kampion, edhe Mbappé vazhdon me shënu në këto ndeshje vendimtare, veç që kemi në gjysmë finale më duket edhe aty nëse shënon, atëherë në finale nëse fiton Franca, Mbappé është futbollisti më i mirë i botës në këtë moment, shpallet me siguri. Edhe rrugës në çfarë po shkon, unë mendoj që asnjëherë s'ka shku më sigurt, sepse gjithmonë ka pas brenda klubit disa tronditje të cilët që gol prap 2-0. Ky është Dembele. Dhe tash kur e mbyll